Mirë se të gjeta. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Melo makarona. Ma tha recetë shpejt që ta gatuajmë. Është një recetë greke, traditës e ëmbël e kuzhinës greke, megjithëse ne marrim nga të gjitha kuzhinat, i kemi përqafuar të gjitha kuzhinat që na rrethojnë. Edhe kështu i përqafojmë fort, e disi i përqafojmë ja kështu për shumë duke. Fort. Më merr me të mira, se më ka ngarkuar të bëj baklava, të vi, të di. Edhe këtë Ka 3 ditë më merr me të mira. Të bëj baklavan. Gocat e reja janë fuqish me brumin, hape gjithkohon. Unë të nesme do bëzoj krahu. Me sa pe do ta bëjmë jo sot, do ta lëm këtë ditë. Me sa të duash ti. Me sa fuqit kesh ti. Do mundohem. Më të mirën tënde jep. Unë do t'jap më të mirën time sot tek melo makaronat. Është një recetë e thjeshtë, mbase duken shumë produkte, por është tepër e thjeshtë. Mjafton që ne të vendosim çfarë janë të lëngshtat, i vendosim në një vend, dhe më pas vazhdon me mielin, tek mieli. Mieli duhet të jetë vërtet duhet të jetë i duhur. Që të jetë ai më i duhur, e di kush është. Mieli për të gjithë përdorimet Ola. Përmendesh e dim këtë. Edhe ja u them me garanci shumë të plot. Me këtë miell do bëjmë dhe baklavan sot. Me këtë. Pra jemi shumë të thjeshtë. Nëse nuk keni njërën tjetër, merrni këtë që është për të gjitha gatimet, edhe atë që është për pica mund ta merrni, pastaj tek të tjerat nuk ju them për baklavan. Vi këtu. Mua më duhet këtu 900 gram Niki, se sa të vë dylbit e mia unë. 1 kilogram, kështu që po thuaj se. Atëre, le të filloj. Më duhet. Vajrat janë këtu. Shtoj sheqerin. Sheqeri duhet jetë kristal, jo pluhur. Do të shtoj vaj ulliri, 240 gram, mililitra, sikurse do të shtoj dhe vaj lule dielli ose vaj misri. Sërisht 240. I largoj dhe bëj një rrahje, jo me mikser, me tel. Derisa nuk dëgjohet kërcitja. E kristaleve. Po. Pra nuk duhet mikser. Vaj ullirit, përse duhet 2 lloj vajrash. Njëra jep që t'jetë e shkryfët, tjetra jep shijen. Ktu është dallimi mes 2 vajrave. Pra që themi tek gjalpi me vajin, kështu themi dhe vaj ulliri dhe vaj misri. Do thoni ju të vaj ulliri sa do të jetë i ëmbël, mjafton të jetë vaj ulliri i duhur. Mirë, as nuk duhet të djegë. As nuk duhet këtë aciditet. Jo. Me qënë se kemi vaj në rita një këtë periudhë. Prandaj. Derisa unë nuk dëgjoj kërcitjen. Ne ende po e dëgjojmë, ndërkohë sa bëjmë të procesin, le t'i tregojmë së bashku të shkruara përbërësit e kësaj recete të ëmbël, melo makarona quhet ndryshe, një ëmbëlsirë festive që me siguri do t'a gatuani dhe ju këtë muaj. Atëherë, le të lexojmë së bashku listën e produkteve. Kemi 220 ml vaj lule dielli ose vaj misri, 220 ml vaj ulliri lehtë, 160 ml lëng portokalli freskët, 50 ml konjak, 200 gram sheqer, 1 lugë çaj sot buke, 1 lugë çaj karafil të bluar, 2 lugë çaj kanell, 900 gram miell, 2 lugë çaj plur pjekës, lëvoret e 2 portokallëve të cilat i grim. Do të përgatisim edhe shurupin, që përmban 400 gram sheqer, 400 ml ujë, 400 gram mjalt, një gjysmë limoni i plot i paprer. Dhe do t'i spërkasim me ara të bluara. Kjo është lista e produkteve. Vazhdojmë ta përzijejmë. E përzijejmë mirë sheqerin me 2 vajrat. Dhe të shërbeti vendos gjysmën e limonit. Po. Shtoj kanellën, dhe karafilin pluhur. Sodën,
le ndryshojë ngjyra. Konjakun. Pra nuk dëgjojmë kërcitjen e sheqerit. Mjaltin këtu, që të largoj të gjithë përbërësit. Me jep një luk të voçkën. Në një të madhe. As duash, nuk është se... Ja. E trazojnë ndërkohë edhe pak. Ja. Këtu tani aromat janë të ndërthurura, pak kanel, pak karafil, ai konjaku. Shtoj. Tani edhe portokalli, kështu që. Lëngun e portokallit. Lëngu do ta kullojmë ato fibrat apo siç janë, siç e E shtrydhin. kam pulluar, e kam Edhe të pulluar. pulluar, Po, kam pulluar. Lëkurën e portokallit. I largojmë dhe do të hedhim mielin. Shtoj plurin pjekës për aromë, sepse pa që kam sodën dhe plurin pjekës. Është aroma këtu. Ja, lëri tani aty që ka. Dhe, op. Tu kam ara ose fçtik, si të dëshironi ju. Tani do të shtoj mielin, 900 gram. Ja. Me sy e shohim, sepse kemi dhe këtë shiritin që na ndihmon për gramaturat e miellit, sepse dihet në ndryshim nga gatimet e tjera, ambëlsirat i duan pak fikse për bërësit. E shtojmë gradualisht që të mos kokrizohet apo të mos mblidhen kështu si top tha mielli. Se ka ju ndyrë brënda dhe pengon. Më duhet brumi, pra, këshilla, vaj ullirit, vaj lule djeli. Njëra jep shkrifsin, tjetra jep shijen. Nuk rihet me mikser, por me tel dore. Shtojmë sërisht. Duhet fiks në të masa që unë kam shtuar 900 gram. Edhe pak do të përdorsh, besoj, lugën ose dorën për t'i... Dhe nuk shkon me lugë vetëm me ngrotësin e dorës, ja? Lëm 100 gram atë. Besoj edhe ka dhe pak. Dhe i tani të kam shtuar afërsisht 800, kështu që edhe një... Po. Afërsisht edhe 100 gram i duhet. Po, shto, edhe 100 gram. Të bërë brumi siç... Nuk duhet të jetë si brum. Edhe pak, se s'ka shkuar akoma te, me gjitha të ja punohe njëherë, se gjdo anvise e shikon edhe... Më duhet fiks masa. Besoj se është... A e di sa do 10 herë për zjerje, asë gjë më tepër. Kjo është masa. Pra shifeni të shiriti transparent, kam betur vetëm 100 gram. Shiko, nuk duhet punuar. Nga momenti që unë, do t'a lëm të pushoj. Nga momenti që mua më zën, brumi shiko, 10 duar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okej. Do fiks, po të keni masat e dura, çfarë ju thashun, hap mbas hapi do keni ja, ky është rezultati. Nuk duhet të jetë i fort, pra kjo duhet jetë e shkrifët. Dhe e lë të pushoj, Do t'i pjekim në 200 gradë, e kemi lënë brumin që të pushoj pak. Ja, e largojmë në këtë formë ndryshe, këtë që ta kemi aty. Na ka shërbyer tani që të gjithë përbërësit të mirë bashkohen, mirë integrohen me njëri tjetrin, sidomos aromat, për të sjellë një ëmbëlsirë fantastike. Sigurohemi që tepsia të jetë e lyer mirë me vaj, që të mos ngjisin, edhe pse ato kanë sasi yndyre dhe nuk besoj se janë
për të ngjitur, kështu që E pak tani duart. thjesht do t'i japim një formë të rumbullakët, që më pas t'i pjekim dhe t'i shtojmë sherbetin, të cilin e kemi përgatitur aty tek tenxherja, dhe dihet që kur kemi punë sherbeti, meqense gjithë ky muaj do të jetë sherbet, baklavaja e ëmbëlsirat e tjera kadaifi. Shisa e shkrifët që është? Po. Pra edhe kur e punojmë është një prekje lehtë, një punim i lehtë. Pra këto duhet t'jenë një kë formë kështu. Si tip ovalesh. Që të ruajmë edhe imazhin e recetës origjinale. Vetëm aroma që kanë Aroma kundërmon përzierjet. Portokallit me karafilin dhe kanellën. Është një aromë fantastike të treja këtyre bashkë. Sepse ka edhe lëngun e portokallit, ka edhe cipën e portokallit që është më e ekstraktuar aroma dhe është komplet ndryshe nga aroma e lëngut portokallit. Dhe a i dini që, një sekund, do të marrë dhe një pirun, ja. Ne vazhdojmë në publicitet pjesën tjetër. Ja, të tilla. Super. Po pjekja do t'jetë Dhe me radhë, diku te pjekja do jetë tek se përfytyrojmë. Në momentin që shpërthejnë të gjitha aromat, edhe pa e parë fare me sy, ne kuptojmë që është pjekur. Bukur fort, le të mbarojmë ndërkohë ta mbushim tepsin plot me brumin që kemi për këto biskota, këtë lloj recete me sherbet, me aromë portokalli. Dhe do të rikthehemi pas publicitetit. Unë do të jem mes dy poeteve më pas. Një poete çame, një poete tironse. I bashkon pasioni për bashkët në kuzhinë, gatimi. Kush është ajo anvis që nuk ka qef të gatuaj? Le të jesh poete, statusin mund ta ndryshosh gjithë jetën, por ama e përbashkëta e të gjithëve është tryeza, ushqimi i mirë. Kështu që pas publicitetit do të rikthehemi me Ariana Fetau Gaba, do të jetë më pas me ne edhe në bisedë dhe me Albanën tonë për të gatuar. Na ndiqni.